ajo fliste edhe për koncepte që sot mund të konsiderohen edhe më shumë moderne. Për shembull, kur ne sot edhe në ligjin e barazisë gjinore të fundit në Shqipëri është diskutuar për punën e papaguar të shtëpisë së grave, duket sikur ky është një koncept modern, ndërkohë që Olga fliste dhe shkruante që në ato vite për këtë gjë, ajo quante puna e dashurisë, kështu që në një farë mënyrë ishte shumë më përparimtare me idetë që ajo kishte. Po doja të përmendja edhe vetëm diçka kur ti the që ndoshta atëherë mendimi ishte pak më i qartë apo pak më i artikuluar krahasimisht me sot. Mendoj se sot ka më shumë hapësira veprimi dhe ka më shumë zëra në një farë mënyre që mund të flasim për çështje feministe, sepse nuk mund ta mohojmë, ajo fliste në një shpeshherë detyrohej që të shkruante edhe me pseudonime në shkrimet e veta, por qartësia e saj vinte në një farë mënyre sepse artikujt ishin të shkruar, kurse sot ndodhemi në një kontekst edhe ku opinioni publik mund të ketë në një farë mënyre shumë mbi ngopje të shkrimeve edhe përmes thjesht një statusi në rrjetet sociale, ti mund t'i japësh një qëndrim kritik për çështje të caktuara apo mendime të caktuara.